Pastaj e tregon arsyen kryesore të përfundimit të këtyre kategorive në zjarr xhenemit. Pse ka ndodhur kjo? Thot lehum qulubun la yafqahuna biha. Sepse ata kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë. Pra Allahu i është referuar qendrës së vlerave, të përmirësimit, të ngritjes dhe të vetëdijësimit të njerëzit, e që është zemra. Prandaj thot ata kanë zemra që nuk kuptojnë me to. Që do të thotë njeriu kupton me zemër, nuk kupton me mendje. Qofse zemra nuk e njeh të vërtetën, nuk do të ketë se si ta përpunoj mendja e tij. E mos flasim që nuk do të ketë mundësi pastaj edhe ta praktikoj gjymtyra e tij. Çdo gjë nis nga zemra. Dhe Allahu, si krijuesi ynë që është dhe njohësi më i mirë i përparësive dhe mangësive tona, tregon se qendra e humbjes dhe e shpëtimit është zemra. Lehum qulubun la yafqahuna biha. Këta e gjin dhe këta njerëz që do të përfundojnë në zjarrin e xhehenemit, do të vinë dhe do të përfundojnë si pasojë e zemrave të tyre të shkujdesura. Ata e kanë pa të vërtetën, janë njohur me të vërtetën dhe e kanë mohu, por nuk kanë dashur me kuptu. Lehum qulubun la yafqahuna biha. Si është e mundur që gjithë kemi zemra të njëjta, po jo të gjithë jemi të njëjtë. Allahu e ka krijuar të njëjtën zemër, sikur për mua, sikur për ty dhe sikur për gjithë njerëzit mbar. Por pse njerëzit nuk janë të njëjtë? Për arsye se qasja e tyre në raport me zemrat e tyre është e ndryshme. Qasja e tyre në raport me krijuesin e zemrave të tyre është e ndryshme. Pra, zemra si e vlerë të kuptuarit me të, përdorimi i saj sipas asaj që është krijuar. Prandaj thot Allahu, lehum qulubun la yafqahuna biha. Ata kanë zemra me të cilat nuk kuptojnë. Pastaj thot, "Walahum a'yunun la yubsiruna biha." Ata kanë edhe sy, por nuk shohin me to. "Walahum adhanun la yasma'una biha." Edhe kanë vesh, por nuk dëgjojnë me to. "Ulaika kal an'ami bal hum adall." Të këtillët janë sikurse kafshët, madje në nivelin e kafshëve. Allah po e tregon qartazi gjendjen e atyre njerëzve të cilët jetojnë pa kuptim, jetojnë pa përmbajtje, por kanë jetë formale, ashtu siç jetojnë edhe kafshët.